Në fshatin Rogov të komunës së Gjakovës, po synohet të ndërtohet një degë i brigadës së zjarrfiksëve të Gjakovës. Tashmë lokacioni është përcaktuar dhe sot vetëse kanë arritur pajisjet e para të nevojshme për funksionalizimin e kësaj degë. Detaje rreth donacionit tregon Jetmir Morina. Ky është një iniciativë, një donacion me ndihmën e Mjellkumanit e shumë do t'jepë komandantit këtu në po dhe këshillit të Rogovës për me hap një qendër 2 zjarrfiksëve në fshatin e Rogov të Hasit. Kur atjene janë ma masët për vendin e kanë gjetë për mu hap depoja, mu maru atyne. Këtu në është sot shemëll kamioni parë që ka arë me pajisje prej atje ku do përfiton që ma fshati e Rogovës këtune për mu hap njësia, mu kompletu se çka ka nevojë gjitha. Po kënë është vetëm fillimi i pajisjeve ose materialit që është orë këtune. Mund me thonë se ndoshta as 5%, 10% nuk është i materialit se çka ka marrë. Po përveç kësaj është një send që këtune ka me përfitu shumë edhe brigade e njësisë zjarrfiksëve të Gjakovës. Po jam i bindur se edhe shumë brigada tjera të zjarrfiksëve që janë me kushtet këqija që ka nevojë më shumë, domethënë që ka më shpërnda materiale, se ka marrë atë shumë material që nuk mundet me hinë punë vetëm Gjakovës apo Rogovës, po mundet me përfitu edhe qendra tjera të zjarrfiksëve të Kosovës. Ndërkaq Nuhi Berisha tha se qëllimi është që hapja një stacioni të ri të zjarrfiksëve në zonën e Hasit është shumë i nevojshëm. Rogova Hasit me rrethinën e Hasit që janë 30 fshatna ka nevojë për një pikë të zjarrfiksëve, edhe pastaj me ndihmën edhe të komandantit të njësisë zjarrfiksëve Gjevdet Lahijaj, edhe Mjellkumani, Gjevdet Brahimaj, edhe kemi fillu pastaj me Jetmiri tash veç pashijet i ka prunë pajisjet e zjarrfiksëve. Qëllimi jonë është që të hapet një stacion i zjarrfiksëve në Rogov, edhe ka nevojë Hasi për një stacion të tillë. Kujtojmë se brigada e zjarrfiksëve të Gjakovës në vazhdimsi pranojnë donacione të ndryshme.